tjetër, Assalamu alaikum wa rahmatullah, kemi obligim të falim namazet, kaza, që kemi humbër në kohën e jahiliyetit, Allahu na uzot. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ne kemi shpjeguar edhe në derset e kaluara se kushdo që nuk falet është kafir. Kushdo që nuk e fal namazin është kafir. Dhe çdo kafir që hin në Islam nuk është i detyruar me i kompenzue ato të cilat i ka vlefshimet që i ka pas përpara. Don kjo është ajo që e mendojmë dhe besojmë bazë të argumenteve të librit në Allah dhe në sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Kjo për neve. Po, a muna me thonë edhe ndryshe po. Ne mendojmë se lansi namazit është kafir. Dhe kushdo që u pendua, s'ka nevojë mi përsërit namazet. Ata të cilët mendojnë se lania namazit nuk është kufër, duhet më thonë xhamatit vet krejt, çka si një fal plej kur i keni pas moshën madhore, krejt duhet më fal. Tanë këta si falë mas këto që i kanë asatu edhe mbeten pa fal hiç. Allahu a'lam.